Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Të nderuar dëgjues dhe shikues të RTI-s dhe të gjithë ju ndjekës të ligjëratave të hoxhës së nderuar Dr. Shevqet Krasniqi, pra jemi drejt për së drejti në RTI, pa ashtu edhe në faqen zyrtare në Facebook Dr. Shevqet Krasniqi. Do të jemi së bashku për një orë të plot me këtë emision me pyetjet e juaja të cilat mund t'i bëni përmes linjës telefonike, njëkohësisht edhe me SMS, pastaj do të merrni përgjigjet apo këshillat të cilat do t'i jap pra hoxha i nderuar. Hoxha, selam aleikum, mirë. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të vazhdojmë tutje pa humbur kohë, kemi telefonatën e parë, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, nëni? Kam 3 pyetje për hoxhën. Po? Pyetja e parë është nëse ja bojmë halal krejt personave që ka do që na kanë bo një jetë, a kemi me u përball prap me çata persona mbas urës të siratit, apo janë llogarit mbylluna? Pyetja e dytë është nëse harrojmë me i kry sejdën dhe etehiatin mbas rekatit dytë, a duhet me i kry mbas rekatit tretë apo me i zavendësu me 2 sehvi sejdën në fund namazit? Edhe pyetja e tretë është a ringjallen vetëm xhenetlit me ato 3 veti të 3 pejgamberëve, do të thonë me bukuri, me moshë dhe me gjatësitë tyne, edhe a ka me u dallu personi prej personit me atë bukuria krejt një fytyrë nuk e kam të qartë që ta. Në rregull, ju përshëndesimi. Selam aleikum. Natën e mirë. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë. Salavat dhe selam pejgamberit të tij i dërgojmë. Po ashtu edhe familjes e tij, e shokëve të tij, dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite, dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, sa përket pyetjes së parë, nëse njeriu i afal në themi kabahatin, hakun të tjerëve, apo tjetrit, qoftë edhe shumë të padrejta që të ka ba. Për shembull, gruaja burrit, burri gruas, prindi e vladit, shoku i shokut, këshis, këtu me të 20 vjet, e ke rëndu, e ke fy, e ke dëmtu, se që kishte materialisht ndoshta. Kjo është, janë këto hukuk, obligime, të drejtat të cilat ja ke shkelur njeriut. Thoj ndrysh janë zëllume që ja ke bo njeriut. Zëllume. E sa njeriu bën zëllum në këtë dënja. Zaten, dënjaja është e mbushur me zëllum. E mbushur, e stërmbushur me zëllum. Zëllum. Tanë në anë ka zëllum. Zëllum në raport me Allahun Azza wa Jalla që është e besimit. Për ata Allahu shirkën e ka quajtur zëllum. Inna shirke la dhulmun adhim. Shirkë zëllum i madh. Zëllum në hak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke vepruar e duke pretenduar se jes ka thonë kështu, ka thonë ashtu, jo duke ngjitur e shpifur e hjekur e ku diune, zëllum të i bën njerëzve, njëri tjetrit. Kështu që dënjaja është mbushtë me zëllum. Për atë i madhi Allah, shumë flet për zëllumin. Në forma të ndryshme, në jetet të ndryshme, me qasjet të ndryshme, qoftë në besim, qoftë
në të jenë veprimtarinë mes njerëzve në raportet njerëzore, etj. Për shembull, Jusufin alayhi salam. A në ka bënë zëllëm vllaznia vetë? Se baba për dënë ma shumë, e mërën vllahun edhe deshten me mytë, e gjojten bënarën pos, zëllëm. Njëjtin atje shtinë në burg, për shkak rëfëzoj me boj moralitet me grune e zojën e mretit, grune vetë, zonjën e vetë, është e gruja mretit, apo ministrit, zëllëm. Zëllëm bënë pejgamberit tonë, kërë që të mpejnë meke se për zonën. Zëllëm i bënë kërë shku me liftu edhe në Medinë, nuk e lanë rahat njërin as Medinë me najtë. Dhe kështë më ratë dënjaje, mbushne me zëllëm. Rejat, vihërria me vihëra, konet me konata, vlaznia me vlazni, vlahi madhe bë zëllëm të vaktit e, i vogli bën zëllëm të mesmit e, subhanallah, zëllëm, zashef, sa zëllëm i bënë të këtë dënja. Tani njeri ju donë me spastruhe vetë vetën e vetë, donë më ngritë Allahu, sepse ka kuptuar që mja falë robit hakun, ngritë është të Zotit. Dhe këte ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë. Robi sa herë falë diçka, e ngritë Zoti, e ngritë Allah, e ngritë ma shumë. Sa ma shumë e falë, e ngritë Zoti, falë, e ngritë, la ilaha illallah. Ja falë njerëzve, ngritët e Zoti, zemrën e ka të qetë, nuk mban me vetin, zemrën e vetë, më lef, o rrejtje, keqa dashje, daja ti që ka bo zëllëm. Sepse ja ka la Zotit, sepse ka falë. Momentin që ka falë, ju ka spastru zemra, ju ka letu, ju ka hek për zemrës. Hek për zemrës. Tani nëse ja falim në njerëzve në këtë dënja, pyetja ishte konkrete, ditën e kiametit a kena më ballafacu prap me çata njerëz edhe njëherë bile kia tha shumë qartë pasi ta kalojmë orën e seratit. Jo. Sepse kryke punkte ke bëhë Allah njerit. Për pas nëse Allah dënë ata me dënu, e tash tja ke bëhë hakin tënë halal, për të si ne bën hakin e Zotit halal. Për shambull, të vrasja, që është krimi më i madh që mund të bëjë njeriu. Dole ja vret e vladin dikujna. Vlaun, vla, babë, non, ja vret dikën, familje, sot. E ka familjar. Tani këta pas një kohë, e ja falin. E që në kuptan. Ta e kryten. Por, kë vrasësi, këmë dhe logarit është para Zotit, nëse ti pajton me të e falë, të sënë është në Zotin pajtu me të. Ja, ajo është në veti. Pra ta robi dhe të në pëndu shumë kër banë në 4 raport me Zotin, o Zotin madhë. Nuk kam se dalë para teje. Në anën tjetër, dhe të mundu më përmësu raportet me njerë që ka bëzë zëllë, me lyp halal. Këto me lyp halal tyne, atje Zotit me rajë stikfar e me kërku pendim të i madhjel. Andaj, për të Zotin, ditë kiametit, do që është ajo tjetër që Zotit vendosë për robin e vetë. Por në raport me mu, më sotët. Nëse ta këmbona halal, në raport me mu, pa që ti. Ta kemi telefonatin kuadrojmë, pas të japim përgjigje pyetjeve të tjera. Selamu alaikum. Selam aleikum, na jem për ju dhe Hoxhës Shefqet. Pa ta mja bu një pyetje Hoxhës rreth eklipsit diellor. Edhe pse janë shumë të rralla prej hoxhallarëve me dëgju për këtë temë, sa kemi pasi mas lajmeve globalisht që me 12 gusht ka me pas eklips diellor me Spanjën edhe Belgjikën e këto pjesë të Evropës të mëdha.
Po kam e pas 90% në Belgji, kurse në Kosovë jemi pas 12% ose 10% nga perëndimi i diellit. Edhe pyetja ime ishte kështu, a ka ndonjë hadith ose një hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka ndonjë namaz caktuar disa që kanë thonë apo e kanë shpik vet ose diçka e tillë. Ka mundësi ose më i dhoni shpjegim sa ka mundësi? Qartë është pyetja, i përshëndesim. Selam aleikum, Allah ju. Selam, natën e mirë. Aleikum selam. Kthehëm tek pyetjet e motrës. Po, nëse harrojmë etehiatin dhe sejdën në uljen e parë. Po, e vazhdojnë namazin, e harrojmë tehiatin dhe kur të ngritemi. Nëse të bjen mend ende pa ngrit në gjysmë, ulesh dhe je tamam. Nëse të bjen mend pasi të ngritesh mi gjysmë. Do të thonë jemi afër në kam, nuk ulesh. Që është në kam, e vazhdojnë recatën e tretë, recatën e katër, por jep selam pas tehiatit, pas shahadetit, dhe i bën edhe 2 sejdë, që quhen sefi sejdë, dhe kënën tehiatin, salavatën, dohat, jep selam të djatë, selam në të majtë. Ashtë të qartë? Pyetja e tretë tha ringjallja e xhenetlive. Po, është një njëjtën formë, njëjtën pamja ja. Hadithi është se njerëzit ringjallën gjatësinë e Ademit alayhi salam, ringjallën në moshën e Isaut alayhi salam, i cili është ngritur në qiell 33 vjet. Në gjatësinë e Ademit 60 kuti. Ademi ka qenë i gjatë 60 kuti, edhe i gjerë 7 kuti. I bjen 40 me tonë, tash kjo varet kuti që kjo. Përpara nisim matëse, mira vjeqare. Deri të shtartu në përcjell, ka qenë veqiku, një plam, ka qenë një kot, ka qenë një pash. Dhe shqiptarët e tonë. Një pash. Për shembull kanë thonë pleshtë e vjetër, i kanë ble 5 pash kasht, san, të rëfoju, të të linë është për hajvan. Tamam? Edhe kështu e kanë shit. O shku e ka paluaj, sanën, kashtën, drithnat, ta nuk e ka matë. 1, 2, 3, 5 pash. Një pash, kaq pare, kështu më rrë. Edhe për gjatësi është përdorë deri dikun kja. Po jo shumë, është përdorë. Po për gjatësi ma shumë ka pas njësi tjera matëse. Për shembull milje. Milja është për arabë, nuk është për perëndimorëve. Perëndimorët e kanë marrë për arabëve. Milje që kanë amerikanët, ka në deti, ka përdoret njësi matëse, këtë detin përdoret milje, së përdoret kilometra. është amerikanë, është arabe kja, është islame. Ma di është para islamit. është edhe para arabe para islamit. Pra, përgjithësi kam përdorur dhira, shumë përdorur. Dhira kuti, 60 kuti. Tash, a thuën hadith, është për qëllim. Kur'an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka krijuar Ademin të gjatë 60 kuti, si tine dhira'an. Dhe njerëzit vazhdojnë të zvoglohen hatta l'an deri tani. Dhe njerëzit kanë vazhduar të zvoglohen për Ademit hatta l'an deri tani. Tamam? Çka kuptohet ky hadith? Hadithi tregon se njeri i parë, Ademi alayhis salam, pas ka qenë 60 kuti gjatë. Po ashtu, hadithi e për kuptuar se Ademi është njeri më i gjatë dhe se krejt i tjerë që kanë ndarë pas tij kanë filluar të zvoglohen dal nga dal. Që dobia e tretë që merret gjithashtu pe hadithit e kjo dal nga dal deri kur. A thua dhe sa dhe kësaj dite, në pas 1500 viteve, që në ka thonë pejgamberi këtë hadith, alayhi salatu wassalam, vazhdojnë edhe sad lloji njerëzor të zvoglohen,
sepse hadithi për thot hatalan deri tani, apo kje përfundon deri në kohën kur e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e vërteta është Allahu dhe më së miri se me kohët pejgamberit ka përfunduar shkurtimi i njerëzve. Kështu që pe kohës pejgamberit e që bie ky ummet, deri në kiamet njerëzit janë njëjtë. Tamam, njëjtë fjala që të kuptojnë përgjithshëm, tani atë ka më të vogël, ka më të gjatë. Sigurisht, sigur se kineste ata tjetër janë më të shkurtë, dikush janë më të gjatë e tjerë. Pra, por hadith tjetër, transmetim tjetër është 7 kuti i gjerë. Tani, për ashtu për hadithet që a mund të përfitohet, për thot një kuti, a e ka pas për qëllim një kuti të pejgamberit vetë, kur përse këpër spjegan, për thot o ju njerëz, së më thonë o ju milet, o ju njerëz. Ademi a.s. baba i njerëzimit ka qeni gjatë 60 kuti, jak qa kuti. Ta kanë ditë kur ka thënë qa kuti, ka kuptuar api, si më thonë neve sët ka qenë gjatë metra, në ka në vënime në marrë më në vëzatu metrën. Nëse dikush në thëtë, një rrugë është gjatë, ose një person është gjatë, 2,20 metra, 2 metra 20, ne s'kem në marrë metrën në vëzatu, sepse dina na. Edhe kur i ka thonë kuti, kanë ditë arab qa është kuti. Apo, ka për qëllim kutin e Ademit. Sepse njeriu që 60 metra nuk e ka një kuti që kaq. E li që kaq mund ta ketë gishtin. Apo se shëplakën. Ai kaq mund ta ketë shëplakën e dorës. E jo dorën krejt. Njeriu me 70 me 60 kuti, 60 kuti. Po mangat ja ban që i ka folë me mentalitet njerëzve. Me mentalitet të shoqërisë që po i drejtohet. Andaj e bën më afër 60 kuti të pejgamberit. Të gjeneratës tonë. E që në kuptan, dikon në kuptan, kjo i bjen një kuti është 47, 46, 48, për nuk ka 50, nuk ka 20 metre. Pra, 30 metra, heqja pak, dikon 27, 8 metra, e gjatë Ademi a.s. Ndërsa i gjerë 7 kuti, bje dikon rreth 3 metra. Veç këtu ka shumë sene tash. Kemi telefonat po kemi telefonat, po do veç, hajtë, s'ka dhe. Inkuadrojmë telefonatën e radhës, selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Dishta t'ja baj hoxhës ndërru një pyetje. Ordnoni. A kam të ndalune apo moj me thonë se motra jem fal namaz që 3 vjet ka fal që shumë vite fal namaz prej moshës 15 vjeçare, po që 3 vite bashkë me nanën. Nuk pa mundet më koncentru vetë. Motra? Po, se? Motra. Nuk e di habitet, po ban si me qajt gjatë namazit, po i tham nanës mos më fal bashkë. A mbuj mi thonë mos më fal me ndalu, apo me vazhdu kështë? Sa vete ka motra? I ka tash afër 40 vjetë. Po e reko ka i Allah në gjenet e qoftë. Po e kem pas për shembull me pas të nëj huqën, si po nuk ka diçka, nuk i thuj diçka që ka, po nuk e di që 3 vjet është pa koncentrim kështu, nuk mundet më koncentrim. Do të merrni këshillën pas pak, ju falenderoj. Në senet tjerën këvrejni kur gjë, për pas të namazi. Ja, edhe kështu gjatë ditës, nuk kanë, po... Tamam. Rregull. Jo, përshëndesim. nuk ka diçka. Edhe unë për vete, kom fillu, e kom mësu lexoj Kur'an vetë në YouTube. Po a do të konsultu ma mirë me dikan që del, mirë, amo me vazhdu me lexu që jam mësu, që 3-4 vjet e kom bahat me Kur'anin tash në Ramazan, amo më konsultu me dikan, apo ma mirë me vazhdu që me mësu vetë. Ju falenderit për telefonatën. Ju përshëndesim, selamu alaikum. Betëm tek eklipsi diellor me 12 gushtësh para parë në Belgjikë dhe në disa vende. Ka ndonjë hadith ndonjë? Ky në zonja e diellit, në zonja e Hanës, janë shenja të cilat i dërgon Allahu për të frikësuar arabët e tij, për të atërhjekur vërejtjen arabët e tij, se i madhi Allah nuk është gafel, nuk është i pa kujdesshëm, nuk është i pa vëmendshëm,
nga ajo që ka jeni duke bërë, o ju njerëz. O ju njerëz. Allahu po aqon eklipsin, zënjen e diellit përgjithësore për ma pak më shkurt. Po që kë Zoti njëjti, që Zoti i diellit, e hanës, i qiellit, e tokës dhe kësaj gjithësie, ka mundësi madje shumë lehtë me nxan diellin krejt dhe me rësu krejt dhe kur mos me bë ditë. Për atë Allah këto a përmen rabbetina. Nëse Allahu a bën tonë kohën natë, e kush a bën juve ditë? Për nëse Allahu tonë kohën u a bën ditë, e kush a bën juve natë? Kush? Kush? O ju njerëz! Mos harroni se lartë e keni të madhin Allah. O ju njerëz! Mos e mashtroni mas harameve të mirave të dynjas. Sepse pse të kanë qelë dyrë të këqijave, pse të ka dhonë mundësit me bo keq, me bo haram, me bo gjuna, me bo zullum, mos hina të dyrë, mos i ndiqa të rrugë. Edhe nëse njerëzit thëjnë mira, s'ka gjatë keqe, sepse të shehë Zoti. O ju njerëz. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati. Fa idha ra'aytumuhuma qutishun, hona dhe dielli janë dy shenja. Hona dhe dielli janë dy shenja argumente të Zotit, argumente krijesat të Allahut, argumente që kush përman diellin, kush përman hanën, kush e krijoi diellin, kush e krijoi hanën. E sa herë përmend Allahu diellin Kur'an? O Zot, sa shumë përmend Zoti diellin Kur'an. E sa herë përmend Allahu hanën Kur'an, sepse sheh për ditë. Pra, a nuk nalesh një herë gjatë të jetës tane, e me shiku, e me vërejtu, e me meditu, këti diell, dhe këtë hanë. O Zoti jem, që shparën aja që lartë vetë. Pastaj nuk është të sot ditë kjo. Kjo është shumë e vjetër. Pastaj që s'pja huqë. Këti programi, të cilën është programu, e kjo është programu, dhe më thonë, e ka programu dikush, kush ke haj që programe ka që mira anën. Fazë pas faze, një ditë pak ma shumë, pak ma pak, pak ma shumë, pak ma shumë, pak ma shumë, pak ma shumë, ditë botë plota. Shkon tëra, 28 pozita. 28 pozita. Çdo pozit ta tregon ditën e vetë. Ditën cilën mu jena. Për njerë që janë pa shkollë, pa gjeografi, pa njerë që cilët nuk din shkencë, nuk din shkem lezim. Se ta shofen hanën, thënë hanë e plot, gjysa mujtë. Pas ka metët gjys hanë, për shambull me më rri djali jem. Ose na do të u dhe gjys hanë. Pse? Sepse është një hanë e plot udhëtimi të zami pej Mekës në Damask. Pej Medinës Damask, ja pej Mekë hala më larga. E di njerëzit, me hanë, me meditu. E Allahu po thot të bareke vë ta'ala, dielli dhe hana nuk nxinen për askënd. Janë shenja, nëherë janë shenja të cilat i dërgon Allahu në zënjen e eklipsin, i frikson me to rëbret e tij, i frikson e shef, i frikson. Po kur të shehni ato nuk nxinen për askënd, as që kur lind as kur vdes, për insan ju, për Allahu i qanë. Kur të shehni ato, bini Zotin sejdë. Bini Zotin sejdë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është nga ana teorike, ndërsa nga ana praktike, ai vetë ka fal namaz kur nxon dielli dhe kur nxon hana. Dhe preferohet namazin me zgjat, me fal 2 rekate namaz, kur të fillon të nxon dielli apo kur të shet që nxon, e me zgjate namazin e gjatë derisa të qelet apo të largohet nxënja e diellit.
Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Dosha me përshëndet dyve, veçanërisht Hoxhën. Allah i dha shnetë e ymër edhe për shumë vjetë. I pota do pyetje, Hoxhë na ka ndru jetë një motor e re, pa kohë, as halo pa i bo 40 vjetë. Edhe namazlik o konë, alhamdulillah. Edhe desha me t'i bo do pyetje sa është i vërtet hadithi për personat që vdesin me smundje të stomakut. Për smundje të stomakut e para, e dyta desha me të pyet qelime nuk kemi bo, në bazë të ligjërat aktua se jetën çështë e përcjellën vazhdimisht normal. Dhe çka desha me të bo pyetje çka është më e mira për me bo për një të vdekur, sidomos i ri që është ose motra nuk kam pas mundësi mi bo krejt obligimet, normal haxhin e këtu halo. Desha me të pyet çka është më e mira për me bo për një person të vdekur, për një familjar. Edhe një pyetje e treta, më fal nëse bëj më shumë kohë, është për varrin. E di që nuk bën me rregullu varrin, po a lejohet vetëm pllakën me ndrru, me bo një ma të fortë, ma të fuqishme për mos me ndrru vetëm për emër e mbi emër. Tjetër kur gjë, Allah ju shpërblet, më falni nëse u Amen edhe juve, Allah ju shpërblet. Do të merrni përgjigjen pas pak. Kemi mbet tek pyetja e saj motrës që për motrën e vet që ka vese shumë namaz. Po, motra jo tash për punë namazit, që ashtu ka pyetje namaz, por ke pas ka çështje tjera ka pak shqetësuese. Serrën e vetmuare e mbëlt. Po pra, do të thonë, nuk është çështja është namaz. Kështu që çështja është pak më serioze. E dohet motrës me nejtë gati, me qote psikologi, të neuropsiatri, të dë një hoxh me bërë rukje, me marrë këshillat e tyne që pa të thojnë. Po, dohet edhe mi përmbajt aty në këshillave. E që në kuptan, dohet me përnëmët vetën e vetë. Disa njerëz janë të cilve për shkaqe të ndryshme. Që unë i di disa, shumë të tjera nuk e di sepse nuk jam unë neuropsiatras, neurologas, psikologas. Marrë psikologji, po jam psikolog. Ka shumë, mund ndikojnë shumë faktor. Madje mund ndikojnë edhe faktor drejt prezente shëndetësor, mungesë të madhe të vitaminave të ndryshme, të cilat e që rregullojnë metabolizmin, e që rregullojnë sistemin imunitetit, shumë sanë ndikojnë negativisht të njeriu, je pagjymësie, je lodhje tepërte, je plagështie, je kotje, tani je një farlloj pesimizmi, një farlloj zhgënjimje, kur tek që është në fund kur tek që është, ky njeri ka pas mungesë të vitaminave të ndryshme që janë analiza mjekësore. Me do analiza kupton. Me 3-4 analiza se 50, arrin me kuptu që ke vitamin është për toke, dhe kjo të shakton tani mungesa saj të shakton këta, kjo është shumë e dopt, të shakton këta dhe këta, kjo është shumë e nalt, të shakton këta dhe këta, që rregullimi e këtu. A dikush mendon që kjo është për hoxhën e për psikologën e neuropsiatër, jo kjo për mjek. Kjo për mjek. Por mund të ketë edhe sysh, mund të ketë edhe magji. E për i simptomeve të syshet, është plagështia, është dembelia, është më të dukt më të arë trupi rand, për të në më quë, për nevoja tua për të më quë, robi. Mund të jetë edhe smundje psiqike që i takojnë neurologëve. Andaj robit e me marrë disa masa, por edhe me punu me tu. I që i bije, me punu, me marrë ato këshillë me punu me to, mos më dërzohu. Sepse ka diçka që është mbi këtu krejt. E që është jetë e njeriu të është e tillë, organe emocionale, këtu s'ka smujt tash kur që. Organe emocionale, madje edhe klima.
Zhegu i madhe më lis njeriu. Ushqimet, që shihan, shumë faktor ka që ndikojnë këto. Dhe nga një njeriu pa ditë pse, pa pas të një analizat e ndalin mirë, këtë e ka mirë, por e vjen një plagështi, një lodhje, një dembelia hatashme. Dhe kjo kujtaju ne vjen shumicës e njerëzve nëse jo të gjithve. Por që ka të me po këto, do të me përballu, me bëjtë gjihad me nefsin, me shty me zër vetën. Dhe e shef ka njëherë njerëzit, gra dhe burra, të cilët këtë vetë, për shembull, që shia pa më nësha pa punana po vyna, nëse grua, burra, po në qpisa, po në fushë, s'ka diune, thot me zarim të shty. Hez pa matan. Nga një herë e bën punën me vullnet, nga një herë bën me vështërsi, madje dhe ibadete mërsi ibadete, o ju njerëz. Allah i madhërua në ka obligu 5 ditje namaz. T'ja bojmë vetit një pyetje, a gjithë, çdo ditë, çdo vit, pa ndërprej, në falë me vullnet madh, qohëm sabah me vullnet me qefoj lumt na që qumë sabah. Jo type. Nashta disa po në shumë e madhe jo. Numër i madhe njerëzve. Por, herqohen leht e me qef, herqohen zar e rënd, me zar që qohen. Amo edhe kur qohet leht, edhe kur qohet zar, a nuk e le sabahun. Ja. Se puna Ramazanit. Her në vje Ramazanit leht, her në vje rënd, ka dhe që në vinë shumë leht, ka dhe që, zatë qalo është në Ramazan. Por, edhe kur lodhe shumë, edhe kur lodhe shpak, edhe kur ki vullnet me agjeru, edhe kur nuk ki vullnet me agjeru, te agjera. Apo? Kështu të me qenë kja. Dhe për to ki kam argument në formiat, po pas të bojnë atel. Po du me thonë, motër dhe të me dhanë veti, jetë, gjallnije, shpresë me që me punua, me fale, me dale, me ece, me gjallnike, me spenet një ven. Më speshu njeri, ja, më ka bojt diçka, jem pa qefë, ku për mu, ku që përna gjallna, se liviz, që ka thonë vjetër, më spet që më bojt liviz e derën. Herë atonë, herë këta, më spet që më bojt punë të kota, pa më së rëkat. Së rëkat, se trupi nuk ka kryu me najtë këtë. Qu, përna, del ka për fshisën, të që ka të shahari dikush. Del natyrë pak, hetë se medita pak e qilin, e token, e ujnë, e lumin, e pëmën, e medita. Thithert, pastert, falendro Allahun, lutë Allahun, bërnë dhikër, ka pak fizikisht përna, ka pak hec, ka pak... Edhe kalojnë senet. Po, mëse pëngën nanën, më falë me në, mëse pëngën i qiken, letë falët. Ata po bëjmë një pauzë shkurt dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar tutje. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë të ndëruar me strategjisë me emisionin të njëm të vërtetën me hoxhën e ndëruar doktor Shevqet Krasniqi tek pjesa e dytë. Kemi telefonata po, inkuadrojmë, pastaj vazhdojmë me pyetjet e cilat u mbetën bërç. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndes të dyve. Faleminderit. Deshta me pyet hoxhën rreth kurbanit. Po. Jena pas vllazën, na pastit prejna kurban, po për me shkep pak, atëm s'pakonjere dhe pojna. I kem një 2 familje që u qëmë ka pak, a prish punë të pastit një që se cilë hisën e vetë për shumë një familjes. 5 hise. Ose a banër i ka i shisë që e qënë mirë me ta kalë mirë, atë se i ka kushtet mirë, mja jo patinit hisë, a prish punë. Tamam, Apo rregull. do të vetëm dikoj të vartën. E qartë është pyetja, ju përshëndesim. Edhe me hub këtu, a do të mishtin tokë, apo dikonë ku i hojnë qetë me qitë s'ko gojla, a qysh. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju Natën e mirë, përshëndesim. faleminderit. Natën e mirë, selam aleikum. Vetëm se edhe ke motra që pyeti për motrën e vet, tha që Kur'an ka mësuar përmes YouTube-it, a do të më shkutën e hoxha apo mjafton përmes Allah është internetit? përbleft, është mirë e motër në i hëgjenis dikon, në i hëgjenis në motër që lezuesit Koranit, më kontaktu me të me thonë të lutem, më ngën Koranin, qoftë edhe me pagesë,
ose me u antarësu në ndonjë grup, më regjistru në ndonjë grup të motrave, të cilat mësojnë Koran dhe ngan pej tyne, ngan e motra tjera, njëra lexon tjerat ndëgjojnë para një mësuese, këtë kanë internet online, për një kohë caktuar, derisa të vresh veten dhe ta mërsh miratimin e asaj mësuese se ti e lexuese mirë. Tani, nëse don me vazhdu me motra, vazhdon edhe me tej. Po nëse nuk don, apo nuk e kohë, atëherë e lexon për veti. Por është mirë dhe shumë e rëndësi që mja ndëgjue Koranin tanë, që të disa pjesë një mësueses të Koranit. Sepse ti nuk i vërin gabimet. Për ata quhet mësues. Mësuesi e din për nxënësin, e ka mirë se ka. Nxënësi mendon shumë herë se ka mirë, madje shumë herë mendon se ka shkëlqyeshëm. Por mësuesi thotë që tu nuk e ke mirë. Që kjo mirë, por mundet edhe pak më mirë. Edhe ja përmirëson. E në veçanti gjuha arabe, që din kimi motra dhe ata që din me lexu Koran, gjuha arabe, këtë rast Korani, që është lexim gjuhës arabe, shkronja arabe, nuk ka mundësi me mësu leximin e Koranit të shëndosh, pa janë ngut dikuj. Me të ngut dikush, fjalla, te ja bën me të ngut dikush. Nuk ka mundësi, sepse shqiptimi i shkronjave arabe është shtyll, fundament shtyll, për me shqiptu shkronjat, për me lexu Koranin. Nuk është në gjuhën latine. Për shembull gjuha angleze, me gjithë të pështellimet e mëdha që i ka, shkronjave, shkruhet diçka, lexohet diçka, problemi është vetëm se qysh me lexu. Me shqiptu ka pak rall, nuk ka shumë rall. Tani aty më shumë ka punë dialekti. Jo për shqiptojnë kështu thekse në anglezët, jo kështu amerikanët e të tjerë. Theks anglez, theks amerikan, ose dialekt anglez, dialekt amerikan. Në gjuhën arabe jo, sepse ja hum kuptimin. Ja hum kuptimin, krejt ja hum kuptimin. Nga se njëjta fjalë është duket e njëjtë, ku të kthesh me shkronjën e latine, janë të njëjtat, por shqiptimi ndryshon kuptimin e fjalisë. Atëherë, i vllau pyeti për motrën e vet që ka ndru jetë, ka qenë eri në moshë 40 vjeçare. Allahu e pas mëshiruar atë motër, e lumja e cila ka falë namaz. Përmend që ka vdek nga smundja e bashkë. Lumja që ka vdek me namaz, lumja që ka vdek me namaz, e lumja që ka vdek me namaz. Që bie kjo? Kjo bie i mire a i dhaja që vdes për namaz. I mire a i dhaja jo një herë, 1 milion herë. I mire, dhe infinit, pa fund. Që vdes për namaz, mire e për shpirtin e vetë. Nuk pretendojmë kur, asë nuk u dzënë pretendu, s'kem të drejtë. Që jena ku me ditë sa burrat mirë, pse falim namaz. Ja mërna është ta ka njërës tjerë që nuk falim namaz, por jenë më të sjershëm se sa ne, më të butë se sa ne, se sa shumë ne, se sa që në është edhe të tjerë. Jenë më të këjshëm, më human, më të trima, më të meqëm, më durushëm, më falenderues, cilësit me vajën këto. Nuk e më hoj, që ka njerë që në kalojnë shumë sene. Ama, po zbënë namaz që ata, po të kanë një pas keq dhe thuj nëse ta lejnë gjuha Shqipe ma keq se keq.
Ne që falim namaz, nuk pretendojmë se kemi punë të mirë, shumë mirë, shkëlqyshëm. Sepse ndikojnë edhe punë të tjera që ceka. Ama me emër të Allahut e këna dhënë provimin numër 1. Më të shtirin, më të randin, më të rëndësishmin, për me kaluë, ditën e kiametit, atë provim të madh, jetësor, e dham. Kjo këmë hadith. Pyetja e parë me të cilën merret në pyetje, llogaritet robi e salah, namazi. Nëse kryen, nëse jep atë pyetet, merret në pyetje për çështje të tjera, për amelet të tjera, për veprat e tjera, për jetën e tij në krejt. Po që se nuk e dha provimin atë, për tjera të zvetet heq. La, të më thëzër, kadar, më sëkutë të zërë, kadar, se në këmë mësue, unë I di këtë tjera, të në këmë mësue, në këmë bë këta. Qysh kuna pëtho kadal ti? Ta u të që në dënja I para parasori që këtu këtë dënja, më tha kadala. Andaj provimi kryesor, më I madhe, më I rëndësishme është namaz. Krej tjera të jenë më të lehta. Robi nëse 2 sene I ruan këtë dënja. 2 sene I ruan këtë dënja. Në raport me Zotin e ka namazin. Në raport me njerëz nuk dirë gjak. Ja, më nuk kam nevojnë me vra njerëz e me myt njerëz e mërë. Ja, më rësë më ka falë Zotin mu me myt njerëz. Lufta është një kohë, është një javë, është një muaj, është një vjetë, është ku di në sa zgatë. Lufta në ka leju fundja, të në ka leju Allahu. Se ta për mjeki më vra mu. Qësë për bëja tyne. Lufta, se dhe qëtë lufta. Ja është luftës, shtete për atë njerëz. Kanë të shëtove saj që, si mbas ligjeve, si mbas argumenteve, që I mbledhë shteti, e mërë vendimin, filanën, I lejohet me vranë, se nuk dërzohet për shambot. Po jo insanë. Pra, shkan të Zoti paqët, nuk I ke durth me gjak, fjallorin tonë. E dyta, në raport me Zotin, e ke namazin, krejt, tjerat, me emrin Allah të kemi pas ma letë. E mu të rëkab dek me namazin, lumja. Së dyti, s'mundet që ja ka quj madhe I Allah, kësë duke ka pas kancer në bark, diko, është spastrim për te, nuk diskutohet. Tani ka mënsi, e ka drejgjën e shahidit, sepse ka mënsi futet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai I cili wal mabtun shahid. El mabtun është ai I cili vdes për smundjeve të barkut. Tani disa ulemati kanë dhënë komente të ndryshme, po ka mënsi minimumi është spastrim për te dhe është drejgjët e madhe I Allah. Sepse me smundje Zoti e ngritë robin shumë lartë. Me smundje Allahu e spastron robin e tij, që s'ka mujt ai më spastru ndoshta 70 vjet. Për 7 muaj, për 7 ditë, për 7 javë, për ma pak, për ma shumë me smundje spastron Allahu te bareke ve teala. Dhe merr pastaj robin të pastër, të ngritur, të filtron, qeron. Ja merr shpirtin, këtyn atë që nga heretin, edhe për në gjenet. Me emër të Zotit. Nere që në nërë, po dhe vorën janë bërë bashkët gjenetit. Inshallah ka bë motrës Allah vorën bashkët gjenetit. E kanë bë mirë, s'kanë bë qëllime, Allah I shpërbleft, s'kënë bë qëllime, kënë ngu, sepse shumë njerëz po na ngojnë me vesh, po s'për ndëgjojnë praktik. Dhe shkojnë atje, thë të hoqë, me thekejt të njana vjenë qëllime. Kush marë qëllime? Marë të qëllime. Sepse nanët kanë ngu gjithë. Nana jetëm ka ngu gjithë. Të ka dik nana. Unë marë qëllime. E te së më ngu kërra? A së më gënimu që këmë thane e 70 herë ndoshta. O një qëllime së bëni. Lejtë të rejtë atë ditën e të rejtë qëllime që mos. Lejmë të sane. Lejmë. A të jëmë në dha pare njerëzve. Lejmë nuk së më bëni bidatën fe. Më së bëni bidatën. Parët, jep që të parët, që të shumë, jep e fukarave, për shpirt nanës, fukarave, për shpirt motrës, që diko nëmre, shka vetë nëmre, për mene haqë nëmrene, që shka bëne motrës një nëmre. Që ta është qile të pak, më do këta nuk e qile, ja? O qile? Tamam. Që ti di ma mirë këtu, registrau, që të na imi shto. Po dhe? Reklam pa pare, po thamë. Po nuk po në reklam, po që ashtu është, po dhe?
regjistrau edhe bëna një umre motrës, e keni motrë bëna një umre. Unë e bëna vllate. Kur më dëgjoj mua, unë shkova në Ramazan. Me bo paska të gjallë, vallahi. Po ty, paska të gjallaj, po ta që për gjallën me bo një umre. Dhe shkova, e bona një umre vllaut për gjallë. Nërsa për zdekte, e bona haqën vllaut. Kështu që, mësë më bidatën din. Mësë më bidatën din. Punë e varret, me rregullu varrin, tha të farë dronit mi hje, kemi gjitë gurë, po banë. Banë se nuk është në farë zbukërimin e farë, nuk është në farë masrafi, është thjesht një gurë i cili jetën gjataj, me 100 vjetë, jetën gjataj dhe djetë që filania, vore filania se kanë kaqë. Emrin bjemri data kaqë, me desh në herë dyko se ty se desën laznje motra mua, që tjertë asë, po kush përdin ka vorë në halë, tezje, gjyshe, po kush përdin? Pa shlidhë për atë po në kërkush? Po hemra se vdin tani. Por me gjithate, dënë me bo, bëni gurit e koka, një të kamta, po një të kryt, emrin bjemri data, kur ka linë, kur avdek, ka që Allah pas më shëru jarë. Dhe kjo vëllau pyti për kurban apse? Për kurban, po, tamam, në regullë, s'ka dërt, tani nuk ka dërt. Që është një send shumë e rëndësishëm, këta kemi cikë, po këti ka ikë, ose s'na ka ngu. Kur të shpërndojnë në ushqim mishin e kurbanit. Hadithi është, një tretën shpërndojnë, sadaka, një tretën hane, një tretën ruane për konservani. Ruane për konservani. Tamam? Ruane konservani, thane, tërne, shtynë ferez, për masanej. Një tretë një pjesë hane vetë që adet hane të njësë masës, një hajnë rëpë të shpisë, një pjesë, e tani është mirë, po i obligative, është mirë me ka një pjesë dhe një treta, mi është shkep sadaka. Së kur theme sadakaja e përfshin fukarat dhe ju fukarat. I përfshin të huajtë si njofëm, për dhe tonë që e njofëm. Andaj, për kurban nuk bën me kërku veç fukara, po edhe akraba, edhe nëse kanë. Ma dhe nëse ke për kurban ti, për shamu ti ke për kurban, unë vetë ti meret me bajram, e marrë do me shtabi. Po ka qenë të pronti me hone për mishë tem, që më marrë mu sevap, me të bo një njerë, një sadak po kam qefë. Se kurse, ti ki kimika bëllë, unë e të proni kimik. I kum boj, kum ble edhe të kimika për shambull, edhe po kam qefë të më të proni kimik. Unë nuk thashtis, të kam pa që nuk i kimik, e së për kemë që me shkë për të binje, jo më të kina shtë më mirësone, po të proni kimik, sadak. Andaj lejohet me adhon sadak. Po ashtu lejohet edhe të pestit me adhon njëtit person. Në ka dërta e po këtë në regull është kja. Ata po lexojmë disa mesazhe, se pastaj këta me mesazhe për ankun që s'pi marrëmi pyetjet e tyne. Pyetja radhës thot, a lejohet me bë umre me këste? Pra nëse paguan sipas marrëveshjes me agjencinë. Pa problem. Po qysh s'ka problem, s'ka arsim mos me lejuaja. Thot, në namaz kam lëvizje të shumta, pra lëvizje shumë në namaz. Jam i koncentruar për lëvizje shumë. Kje vesë për shejtanit. Cyti për shejtanit, vesë për shejtanit, kje cyti. Dikush është, qash ka cyti sa që nën stap lëviz, kjo është me kërë kërahet. E o rejt në shumë. E o rejt në është namaz. Dohet namaz, lëvizje, se qëndrim, mundësisht të gati s'ka ishmërisht, qëndrim, pa lëviz shumë. Veç guhe me të lëviz. Sa që në të shetë duke pes lartit atje, automatikisht të dinë që kënjëri është namaz. Sepse kjo është tangu. Kjo kur është të hjatë, mund të livrit ngitin ka pak, sen tjetër edhe gojen. Kur është në kam, ka marrë një pozicion saktuar, shikimin e ka një vend saktuar, dhe kjo deri sa të kënën surën, Fatiha në surën, sa të kënën Koran gjatë, kjo nuk lëviz. Asë të djallët, asë në të majt, asë të lëviz. Kjo është ngurt. Kjo është pjesë e khushuit, që me thonë, pjesë e frigës, pjesë e përqëndrim, mi me thonë, e namaz. S'ka nevojë me përsërit namazin? Jo. Vesh nëse bën lëvizjet e tepërta, me të cilat mund të aprishësh namazën të përsërit. Për shambull, këthimi mrapa, parë sy e prish namazën.
Regjia po thotë kemi telefonat që 13 minuta në pritje po inkuadrojmë. Hajde bismillah. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhëroni. Mirëmbrëma, përshëndetje për ty dhe për Hoxhën e nderuar. Faleminderit, urdhëroni. Allahu ju shpërbleft. Amin gjithë inshallah. Elhamdulillah për Zotit që e mëra lidhjen. Jam një mëtër muslimane fauli 5 vokte. Po jam e smut shumë, kum pos disa operacione shumë trauna. Dhe jam me depresion veç që mu ka bë marak, sabahin s'po muj me më qu me folë se kam terapi shumë traumë. Po elhamdulillah lutje Zotin Allahin që mi ka lëshu Allah të smuja. Kam sprovat Zotit. Edhe deshta me vetë Hoxhën, vitrin kur ta foli, në rekatin e tretë, masi ta kry rekatin e tretë, jap të gdire. Nuk e dija e ka mirë, as e ka mirë. Qa bën edhe herë? Edhe ja pyetën për vitër? Kur ta foli namazin e vitrit, kur ta kry rekatin e tretë, jap të gdire 2 herë thamë Allahu Ekber. Nuk e dija e ka mirë, a keq. Kur t'jap selama? Jo, pavan selam pavan, rekatin e tretë. Masi ta kry rekatin e tretë. Uj muslimane, ka po thu se jam në rekatën e tretë, ka po thu mas ta kry rekatën e tretë. Sharo mirë, në rëqenasju në rekatën e tretë, për reqatës dytë, Allahu Akbar, jenë ngrit në rekatën e tretë. Edhe janë njëse kënën elhamdulillahin, ta në kënën një surët të zame kulli vëllahun, ta në qaban? Tane e të jatin, qëna e të jatin e Më sëgët. Po qëfar të jatin, nësa hatun të jatin, nësa hatë kena gatë të jatin. Më sëgët, e kënën Fatihan, në reqatin e tretë, e kënëjna në sure. E kënëj e nasin. Shumë mirë, kulli u brabin nas. Tane thu Allahu Akbar, mërë të këbirë. Po, a duhet me thonë 2 herë Allahu Akbar? Një herë, qama, një herë. Po dyrë me thonë o me zbahet, po një herë thu. Dhe me thonë përgjigja është që kjo. Tamam, po më. Dhe faleminderit. Nuk e di duan e konotit, nuk po më me mësu. Lutesh në gjuhën. Të shpido. Jo, hesh të shpido, po të thua në gjuhën tanë që pa flet me mu që shto, thua më nësh mi që durët nalt, Allahu Akbar, mi që durët nalt, me thonë, o Zotë jam, ti e Zotë në qilë, e je Zotë në tokë. Ti je Zoti i njerëzve, i gjinëve, i insanëve, hajvanëve, i tokës, i qilët e çdo gjaje. Ka qëkaj... Ka dalë, më së gota që dhe... Apo të më morë, apo të më sudohë në s'padan. Hajtë kryje, hajtë. Më falë. Hajtë kryje. Më falë. O kryje kënë regu. Se jam shumë emocionume jamën. Edhe njëjtë spishëm. Në Ramazane, një neja Ramazani, në përcilë Ramazani, 3 muj dit janë nisi para Ramazani të agjeroj të hanë të tajte. Po, ka një herë Hoxhën nderuar, nuk po muj me kësi qafën shumë anash, se e kam protezën qafën. Për sejdë ki fjallën, për selam. Po, ku t'jap selam, nuk muj me kësi shumë. E qartë. Tjetër pyetje. Ja, Hoxhë, Allahu të dhafë shëndet, Edhe ty. e të arrujtë Zoti familjen. Amen. Jam e lumtur që të kom zonë sonte në telefon, se ju kom shkruar mesazha kur s'mi keni lexuar. Po gjinoj. Ta kanë faj. Ata atje vallahi në skam. Kur s'mi keni lexuar. Edhe Hoxhë veç kallzon që tanë sabohin që s'po moj. Këtë do të marrësh përgjigjet inshallah. Faleminderit për telefonatën, do të marrë përgjigjet pas pak, por ndryshe. Natën e mirë. Asalamu alaikum. Amen. Ya Rabbi, edhe ty Allahu. Pra, asnjë mesazh nuk është që ne s'do me lexu, po s'kemi kohë. Por ndryshe, një koment është bërë viral pa kohë fundit para një jave që ka thonë që moderatori po thotë jena 60 minuta me juve, kurse ju pëmboni emisionin 1 orë 10 minuta, dhe tha po në henin hak 10 minuta, dhe më thonë pëmboni emisionin më shumë se sa po përmendon në fillim. Shikuesi ka thonë që po na henin hak sepse moderatori po thotë jena 1 orë e pesgatin 1 orë 10 minuta. Pyetje, ku na bëjnë hak? Aja ka thënë si koment, domethënë po zgjasë për shkak që më përgjigje. Gabim, thotë ko jena hak. Nëse është një misen të këshim për atë mu për mas, që është i rëndësishëm dhe është tërmin, jenë lajmet,
ka njeri vjen në kush do të qoftë në mision, 4 masorës 22. Po. kaq, ati lypi halal, ati në më minë hak, kur dalë lypi halal, të hongër 5 minuta 10. Sigur se në fakultetun e. Tamam? Ora përfundon të zonë 15:11. Fillon në orën 9, në 10:30, 1 orë gjysë e kena legjeratën. 90 minuta. A i bjen që është 90 minuta, pe orës 9 deri 10:30. Mirë, ka njerë mu së mjaftan. Edhe 50 dinë të zgatëm dhe pak, apo e një lodhë, po provë zgatë dhe pak. Bismillah, pak, sepse në disa gjanë që du mjaftan atyne, që me qenë se të ndërlidhëra me tim. Edhe i pës, a ka prova të të rështash? Po, nësa fillon ora tjetër, fillon ora 15:11. Do më thonë kena allot 15 minuta. Edhe ronë më s'min hak atina. Ati më s'min hak. Kështu që në hak e hinë se e pëngaj dikon, nërsa nëse zotë në 5 minuta 10, nuk për hinë hak kërkujna. Na mundet me thonë s'pe mani fjallën, që ashtu është, ta shë këtë tjetër sen. Me thonë nuk për përmbahën e përmtimeve t'juve që 6 minuta, ajo është e vërtet. E ta në është përgjigja jote, pëse s'pe përmbahemi. Kaq, apo? Po, sepse mirë, po. Që për shumë e sot kena kalu 2 minuta. Anë s'ka der, ty bes ka der se në shien borë nuk jena. Po, thla dhe kena klimën. Po, elhamdulillah, edhe ata mrana jenë mirën, inshallah, ta'ala, vllaznje motër e të nëngojnë. Dhe të nëngojnë, ma mirë me sabapë nëngonim, se sa me kap me lujt me të faro se ku ta dijon me telefona me... Këtë debatë politike. Po, pra, se mi debatë politike të lumt. Ma sabapë nëngoneve. Sepse mësojnë për njani tjetër, në ashtu mësojnë, në mësojnë për njani tjetërit. Të tonë mësojnë e bashkë për njani tjetërit. Të ke motra. Se bashkan për kësaj për motrës, i mësojnë 3-4 mësile shtash. 2-3 kështë e aspjegu motrës. Mëse këna të spjeduve në ka nevoj. Në vetër, kër thua Allahu Akbar, ndash mas, të këni shkullu Allah, në këthak në kullu dhe rabinas, Allahu Akbar e që ndur të nalt, edhe i lidh, ndash bjen ruku Allahu Akbar, e bën rukun, semi Allahu limen hamide, ta në që ndurt. Tash, edhe janë njësë, o zotë jo, në gjuhë Shqipe. Falendërën Allahun e lavdërën e madhërën e falendërën e. Qënë salavat pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ta lutesh për veti, ki për shëndetin e vetë më lutë. Më lutë me forcu Allahu, me shëru Allahu, me që sabër Allahu, me shëru Allahu, me letu Allahu, me letu jetën e vdekjene, jetën varra, ku dalim për Allahut, la ilaha illallah, se këtu këna me kalu krejt. Ta në me lutë Allahun për familjet vete, për ata që ka gjallat, që ka ndeke, me lutë Allahun. Gate, lutë, knaqo, të lutë Allahun, mund së është nësja kajnë, dalin lëtë, me shprej varfëri, me shprej nevoj, për të madhin Allah të bareke wa ta'ala. E pastaj, vazhdo në rëqatën edhe bjen, jepsel. Nëse e qupe rukus, ta në më në rukun nuk bjen, se ke kryu rukun, pa bjen sejgjde, bën 2 sejgjde, të hjatën jepselam. A nëse ke fillu me lutë, para se më në ruku, ta në bjen ruku, që është 2 sejgjde jepselam. Qështja tjetër që thamota që është me ndishmja, është qështja e falje se namazet e sabahot, pasi që përdo një terapi të randë, nga e cila ka të pamundur, apo gatë të pamundur më zgju, sepse ka hup trunin, blokon, shtëngjon, e tjerë, e falë kur qohet motra. Do të më mundu më qu. E thonë të tjerë që ka nga të qamni. Aframni amni abdes. Amni dikush. Rëmni gati për namaz. Nëse është shumë gjendje të randë. Rëmni gati për namaz. Së shtinë më ju vetën e arkoha. Vjen koha, afram aleginin, njëhen, am abdest. Falna që është mëj. Ta kry borqen tem që kam dhe i Zotit. Pe sabat, dhe i ndrek, ka mënësi 50 herë vdesin sani. Sa njeriu, se ka falë sabahon, hala pa bo dhikrin, erdhë me loqja vdekjes, edhe shkaj të Zotit, ati kofshin falë. Por, nëse nuk ka mëndësi, shkak nuk është i këthjellë, është fjet, është ku dion, kur kesh mënësi që del gjume, mërë vetën këndelësh, e falë motër sabahon.
falë sabahun, e Allahu nuk ngarkan për te mundësie. Kjo e para e dyta që nuk e ceke heq, nëse të vështërsohet e gjendja që theje me smut shumë, pas operacione, traumë të tjere, kur kjo dhimbje, se smundja ka njëherë maqet, ka njëherë marant, ka njëherë, bëni bashk drekën dhe i qindin, ama jo me i shkurto. 4 drek, 4 i qindi, o në kotë drekës, o në kotë i qindis. O ashtu aksham dhe jatësin, kur të shish vete që pak ma qetë. Edha se ka njëherë terapia e jep efektin e vetë, e jep rezultatin për së manë shumë. Kur të tep rezultatin që shetë qeli pak sytë, rrëm gati, bima namaz, bima maravdes. Edhe fale, akshamën 3 reqate, jasin 4 reqate. Tani që i mirë, pak i fort, fale dhe sunete, fale dhe vetërin. Kjo po flasë kur jenë ekstrem e lavët, do të kur kemë mundësi falin kuhën e vetë. Tamam, tërsen që pyti mutra. Tha nuk më jep selam. Allah shkabli, po, për qështën, falim dirë që të kujtove, për qështën e selamet e motër, nuk është obligim me këthyje krytën e të djathë dhe me këthyje krytën të majtë. Nuk është obligim. është senet. Për ata nëse themi ne, Selamu alaikum wa rahmetullah, Selamu alaikum wa rahmetullah, asë të me këthimin të gjatë, asë të me këthimin të majtë, ne namazën përfunduam. Ne namazën përfundum, por e lam në senet mangu. Të kjo, kur njeri nuk është smut, nërsa kur ka problem qafë, dhe së në këthen kryt, në të gjatë, apo ka dhimbje të ma në trup, çdo lëvizje pengon dhimbje të ma. E bën atë që mundet. I transmuta e këthen sa mundet. Mundet kaq 20 gradë 45 me këthi kryt, Selamu alaikum wa rahmetullah. Selamu alaikum wa rahmetullah. Nuk ka nevojë deri s'kajt. Ç'nosht po, na qina ç'nosht, na sa që me pak të këto. Me pak këto. Me këtyr me sy këto. S'ka në krahit, me këtyr s'ka në krahit. Pra me këthi kryt, tamam, në kanë. Për në 10 shkallë. Dhe shkort, ja thot selam aleikum, namazin e vitrit a bën me fal para imsakut apo sabahit. Për shembull thot imsaku sa do kanë 2:32, kurse sabahit 3:2 minuta. E bën me fal çka tash? Për namazin e vitrit a bën me fal para imsakut apo sabahit. Për shembull, ja ka dallim para imsakut sabahit ka dallim. Se para imsakut ka kohën ai. Ka kohën edhe, po ne mundet. Jo mundet, po kohën e ka, ti s'mundet, kohën e ka. Prej masacis deri te vija imsakut. Sa them sakun 2 sa? 2:32. 2:32. Dej 2:30 ke mujtë në farë sabahon, vitrin. Po jo 2:40. Se 2:40 tashmo imsak i bie hini ku sabahut. Tash ky 20 minutë siç është, do thonë. Po, ato vetëm në falë se të ka ik. S'ka dal gjumi. Për ndryshe kohën e vetëve që ka kalu. Atëherë është për përmbyllim sot këtë emision. Faleminderit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, takohemi javën tjetër deri atë më mbeq.